Cilat kanë qenë zhvillimet e përgjithshme financiare në 6 mujorin e 2 2024? Ne bëjmë një këndvështrim të përgjithshëm të situatës financiare të sistemit financiar dhe njëkohësisht edhe të mjedisit ekonomik rrethues. Për ta filluar me mjedisin e jashtëm ekonomik, gjatë periudhës rritja ekonomike botërore ka qenë relativisht e moderuar, çmimet e energjisë kanë qenë përgjithsisht në rritje, ndërsa çmimet e komoditeteve kanë qenë të qëndrueshme. Sidoqoftë, presionet inflacioniste kanë ardhur përgjithsisht në rënje, dhe kjo ka bërë që bankat qendrore në përgjithësi të ndjekin një politikë monetare lehtësuese. E njëjta situatë është paraqitur edhe në Eurozonë, ku përgjithsisht esuria ka qenë e moderuar dhe është ndikuar kryesisht nga vendet më të mëdha. Edhe Banka Qendrore Europiane, për shkak të presioneve më të ulta inflacioniste, ka lehtësuar politikën e saj monetare. Zhvillimet në Ballkanin Perëndimor kanë qenë përgjithsisht pozitive. Rritja ekonomike e vendeve ka qenë e mirë, njëkohësisht rritja e kredisë ka qenë gjithashtu e fortë dhe ndërkohë cilësia e kredisë ka qenë e mirë. Për të kaluar pastaj në ekonominë e brendshme, deri në 3 mujorin e 4 të vitit kaluar, ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% në terma vjetor. Rritja ka qenë e mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe investimet kryesisht të sektorit privat. Politika fiskale ka qenë përgjithsisht konsoliduese dhe vetëm në fund të vitit përshpejtoi rritjen e shpenzimeve me idenë që të kapte nivelet e kërkuara të deficitit buxhetor. Banka e Shqipërisë, për shkak të rënies së presioneve inflacioniste, ka ulur normën bazë të interesit 2 herë gjatë periudhës, në muajin korrik dhe nëntor, në total për një vlerë rreth 0.5 pikë përqindje, në nivelin 2.75% në fund të vitit 2024. Gjendja financiare e individëve, familjeve dhe bizneseve ka qenë përgjithsisht e mirë. Pozicioni financiar i individëve mbetet kreditor, ndërsa pozicioni financiar i bizneseve mbetet debitor. Gjatë periudhës ky pozicion është thelluar për bizneset, kryesisht për shkak të rritjes kredisë, por njëkohësisht edhe të investimeve tuaja direkte. Tregjet në përgjithësi kanë funksionuar normalisht, normat e interesit në tregun financiar kanë ardhur në rënje. Nëse shikojmë tregun primar të emetimeve të borxhit të sovranit, të qeverisë, normat e interesit kanë ardhur në rënje, norma mesatare e interesit rezultoi 3.9% në fund të vitit 2024. Ka ardhur kryesisht si rezultat i emetimeve në lek që ka bërë qeveria gjatë periudhës. Në sistemet e pagesave kanë funksionuar normalisht, volumet aty përgjithsisht janë rritur dhe njëkohësisht përmendet fakti që në nëntor të vitit kaluar Banka e Shqipërisë aplikoi në SEPA dhe kjo është një hap i rëndësishëm në drejtim të modernizimit të sistemeve të pagesave. Gjendja e sistemit financiar në përgjithësi është e mirë. Sektori bankar ka zgjeruar veprimtarinë e tij edhe më tej gjatë vitit 2024 dhe gjatë periudhës. Në terma të prodhimit të brendshëm bruto, pesha e tij ka arritur në 93.2%. Është rritur në termat e periudhës, por ndërkohë ka rënje të lehtë në krahasim me një vit më përpara. Në përgjithësi kontributin pozitiv në ecurinë e aktiveve të sektorit bankar ka dhënë rritja e kreditimit dhe investimet në letrat me vlerë. Si vlerësohet ekspozimi i sistemit financiar shqiptar ndaj rreziqeve? Nëse shikojmë ato që quhen rreziqe konvencionale, ne vlerësojmë se ato mbeten të kontrolluara. Nuk ka probleme nga ana e likuiditetit, sektori bankar përmbush kërkesat minimale rregullatore të kuadrit mbikëqyrës. Nga ana tjetër, cilësia e kredisë është përmirësuar gjatë periudhës. Ajo ka rënë në nivelin 4.2%, që është më i ulti në 15 vitet e fundit. Ndërkohë dhe ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të tregut, kryesisht kursit të këmbimit dhe numrave të interesit, paraqitet i kontrolluar. Nga ana tjetër, thënë kjo, sigurisht kemi zhvillime të rëndësishme në nivel ndërkombëtar, për shkak të situatës gjeopolitike dhe të luftës tregtare, dhe për këtë arsye mbetet për tu parë se cila do të jetë, po themi, rezultati i këtij zhvillimi që ka ndodhur në tregjet ndërkombëtare, por sidoqoftë në rast se ai shoqërohet me rritjet pasigurisë, ka shumë mundësi që të ketë rritje të normave të interesit, rritje të presioneve inflacioniste dhe kjo të ndikojnë në termat konsumit dhe të investimeve në përgjithësi, dhe sigurisht që edhe ekonomia jonë mund të preket nga këto ndikime. Po aftësia e sistemit financiar për të përballuar këto rreziqe? Kur testojmë, po themi, rezistencën e sektorit bankar dhe të sistemit financiar ndaj këtyre rreziqeve, ne përgjithsisht shikojmë performancën financiare, nivelet e kapitalizimit,
dhe ushtrimet e provës së rezistencës. Gjatë vitit 2024, pozicioni i kapitalit sektorit bankar mbeti i qëndrueshëm. Norma e mjaftueshmërisë kapitalit sipas raportimeve të bankave për fundin e periudhës rezultoi 19.8% në fund të vitit 2024. Nga ana tjetër, performanca financiare ishte shumë e mirë. Rezultati financiar u përmirësua gjatë vitit 2024 në krahasim me vitin 2023. Dhe kjo në fal të një përmirësimi të ndjeshëm në drejtim të ardhurave neto nga interesi. Megjithatë, kontribut pozitiv dhanë edhe të ardhurat jo nga interesi, kryesisht në formën e komisioneve apo të ardhurave nga përmirësimi i pozicionit në investimet ndërkombëtare. Për sa i takon kostove të veprimtarisë, ato janë rritur, përgjithsisht kemi patur një të lehtë të provizioneve, por edhe të shpenzimeve të veprimtarisë. Megjithatë, rritja e të ardhurave neto nga interesi ka qenë më e mirë dhe si rezultat aftësia e sektorit bankar për të përballuar kostot e veprimtarisë është përmirësuar. Krahas këtyre të dhënave, ne shikojmë edhe ushtrimet e provës rezistencës. Për fundin e vitit 2024 kemi kryer 2 ushtrime të provës rezistencës, atë që lidhet me aftësinë paguese të sektorit bankar dhe njëkohësisht atë që lidhet me situatën e likuiditetit. Të 2 ushtrimet e provës së rezistencës tregojnë që në përgjithësi sektori bankar mbetet paraqit me një gjendje mjaft të mirë financiare dhe me tregues mjaft të mirë të rezistencës së tij. Sidoqoftë, edhe në deklaratë, edhe në raportin e stabilitetit financiar ne kemi theksuar që për shkak të pasigurive që vijnë kryesisht nga zhvillimet ndërkombëtare, është e këshillueshme që sektori bankar të shfrytëzojë këtë periudhë të mirë financiare me norma të larta fitimi për të përmirësuar sistemet e veta të kontrollit dhe të administrimit të rrezikeve.